ose punot diçka të mirë, që ja vlen me shru për to, dikush mas vdekjes tonë, ose shru diçka të mirë, që ja vlen me lexu. Domethënë, duhet punojmë diçka se do ka dhënë një mundësi, edhe falënderimi që Zotit që e ki moshën, e ki kohën, e ki dijen. Mirë për momenti kur shoh që janë njerëz të kyçur në TikTok, dhe që ti mendon që është një moshë, unë mendoj që do dalë shumë mirë, edhe për publikun kur thu që moshat që janë të mitura nuk i pranoj në debat, këto fjalë nuk i pranoj, nëse njerëzit e cenojnë gjuhën ose moral dikuj i largën nga grupi, jep me kuptu që vetëm me ke bënë një platformë se çka lejon dhe çka nuk lejon. Është sikur në shtëpi vjen një musafir në konakun tënë. Kur ti e udhëheq çat panel ose sikur orta në këtë rast, kjo e bën ligjin këtu. Edhe në TikTok. Jo me lu gjithçka më fol, se unë t'jem i bindur që nëse futen 200-300 veta mi dëgju 800 ose 1000, aty ka nëna, ka motra, tash nuk do me thonë tash, po këtu unë s'më mi ndalu gjithë. Po, mundesh mi vendosit e rregulla. Se ka do me thonë dikush nga të gjëna, ato nëna janë bashkërët e dikujt, dojnë me përfitu diçka nga një ligjërat. Edhe nëse nuk ju dëgjojnë, e keni mundësinë, fatmirësisht ata e kanë qitë aty për shembull delete, I didn't leave, e kështu me radhë,